e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Koha Vizionit e Gjuhësit e Glam Radios. Po shpresojmë që keni pas vikendin shumë mirë. Po shpresojmë që ka filluar java me shumë suksese. Jemi këtu për m'ju prit për minutat në vazhdim edhe me telefonata, po edhe me informata rreth komunikacionit, por nuk jam vetëm unë, jam së bashku me kolegën time Brend Noje. Fiona Xhema Troshupa rap. Ja më prezantona vetë se gjithë. Jo vëzën kam çamë. Në marrë qatë efektin. Të përna mungon me që dhe qajo. Për këto hyrje tona spektakulare. E uroj që dhe java ka me shku mbare mirë, që ka qenë edhe java e kaluar, edhe vikendi ka qenë i mrekullueshëm, po uroj për secilin prej jush. Edhe pse secili prej nesh po kemi halle, po kemi derte, kështu që po mundohemi. Dikush ka halle, dikush s'ka halle hiç. Dikush ka derte, dikush ka teze, po nice, detashtim. Secili kemi diçka që tjetri se ka. Domethënë hallët unë atë prekna. Po prekësh, okay. Po prekna, s'kam halla. A bën mos muj me thon ndryshe pra. Po kem teze to. Dikush ka teze. Okej. Dikush ka xhallor doj. Me 19 gradë Celsius po e fillojmë edicionin, kështu thon episodin e sotëm. Edicionin e sapo episodit. Kështu që një ditë e mirë po na pret edhe sot, edhe pse nuk pritet me pas rreshje të shiut, por kështu si vranësir, si një ditë vobek, që thocimi ka me qenë, ka me na vazhdu edhe gjatë orëve në vazhdim. E për çka do të flasim sot? Sot do të flasim për gjërat që na merr malli. A i ke zgjedh një kongë malli? Jo, e kom zgjedh një kongë që s'ka mund me transmetu javën e kalume, na ka me të pik. Pas ke vendos me më disponu. Po, na ka me të pik me javës kalume, për ndryshe, po, për juve që jeni në përvetura gati me angrit volumin edhe mu bo gati me informatat rreth komunikacionit, dërsa ju që jeni me Koha Vizionin shpejt ka një shishe ujë rrugove aty gati, se kena me fol për mallin edhe kena me ndoshta çapo diune, gjithë çka mundet me ndodh deri në fund të emisionit. Dhurata Dora Von. Në top lista? Po. Okej, e guximshme në kësi, në muzikë, okej. Muzikë, po. Okej. Sana që si bojnë shmisa e artistëve. Për ndryshe... Për shka të merr malli ty? Mu merr malli për shmime tira derivateve. Po, pra, për arsye se Petrol Company sot na i ka hek mallin e shmimeve tira. Për juve që dizani derivatet më cilësore me çmimet më të mira, atëherë shkoni te Petrol Company në Çaklavis, në të dy anët e rrugës, ju mundni me gjetë edhe eurodizelën edhe benzinën për 1.13 për litër. Për ndryshe, Petrol Company e ka një lojë shpërblyese, po ju pret juve që doni me u bë pjesë e lojës shpërblyese në Facebook, i keni gjetë informatat, e të njëjtën kohë një rrugë dy pungu. Shkoni në Facebook i thoni atë na dërgoni edhe linkun se po dojna me pa dhe pikat e tjera që kanë çmimet, boni pjesë atij komunitetit të mvaj, për atij komunitetit të madh. E kena telefonatën e parë. Hajde mirë se vjen, kush telefonon? Është ajo e njëjta. Çe tjetra, po. Okej, veç përshëndetja ke hyrja. Alo, kush telefonon? A dishte me marr telefonatën e parë? Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush na telefonon? Si gjithmonë Avedini. Hajde Avedin që shje. Nuk ndodh shpesh me thirrje pari ti. Vesh po pres më qel. Avedin, për çka të merr malli? Kjo është pyetja për ditën e sotme. Malli u merr për Kosovën. Për Kosovën. Që sa s'ke qenë Kosovë? Po, kum qenë Kosovë, po prapë të një më këthy. Shit, edhe po të merr malli me njerë. Po qyshja. Lebra Avedin, hajde diçka tjetër se për Kosovën, ju sidomos që sjeni Kosovë, di që keni mall për vendin, po tregom për diçka tjetër specifike, diçka interesant që tron men në momentin që e lexove temën. Diçka pak më të jashtëzakonshme. Po të kaloj drejtën, një javë ditë kam qenë në Kosovë, jam kënaq. E çka të kish marr malli? Hajde, masi po don me najt në Kosovë. Çka të kish marr malli për në Kosovë? Kur erdhe? Kur erdhe këtu, çka të kish marr malli? Për familje. Çfarë në almu? Për shoqni. Se gjithmonë për shoqni, për familje, atë vllazën, motra. Për çdo temë gjithmonë përmendet dyqysh familja shneta. E dim që janë dy sene që nuk mujna me ekzistu pa ato. Edhe shumë shpesh po i lojmë anash shoqnin, po i lojmë anash do sene shumë elementare të nevojshme që kena për jetën.
e shoqënia apo besoj për mua është shumë e shenjtë, edhe shumë pak përmendet kur bjen tema. Kështu që shumë mirë the që të kish marrë malli për shoqëninë në Kosovë. Fiona, jam takuar me një shok, kom punu edhe në fabrikë të akumulatorëve atje, edhe jam takuar këtë, edhe jam ka takuar këtë, edhe jena dalje në shëtit një audis jena nalë ka mas jena shku, apo dën kon Bajgor, pe Bajgorës në podi jetë. Ata jepi një lajmë të mirë bre se vish dulë para 3-4 minutave dulë. Hajde. Nese, na këna jep ma përpara se Sunny Hilli, se që ashtu ka rshit, po Dua Lipa do tjetë në Sunny Hill Festival, për ata që dojnë me dit, a ka me qenave që kanë bo, po, është zyrtare, tani Vicoj ka lansu edhe Sunny Hill Festival në Facebook, edhe na kena mundësi me u knash, o që shku më thonu në çdo 13 vjetë ka me taku Dua Lipën, që ashtu e na marrë vesh, mu po. A vedin atë pëlqen Dua Lipa ajo? Po që si pëlqen? Unë pëlqen, po mosha jam e ka kalu ato. Jo, atë pëlqen si artiste. Mosha. Po si artiste. Ku drejt mosh kjo? Atë pëlqen çka ka bu për Kosovë në sa i përket muzikës, njohjes, festivalit. Unë pëlqen shumë se ka folë dhe ka vepruar shumë të mira. Po pra. Për kësaj. Se pre bukur mos flasim. A vedin të përshëndesim. Faleminderit, përshëndesim shumë. Ju përshëndes edhe juve. Hajde tung. E kam edhe një lajm të mirë. Faleminderit a vedin. Shau, diqysh e disha, po apo merre. Po pa e po diqysh është thesha smoj për mi besu. Po, e kish publiku në fakt dikush ajo personalisht e kish bori post prej një faqes tjetër. Është një farë strategjie e tyne që e bojnë kështu të marketingut. Po më interesën çfarë strategjie me rëndësi me orme na këto zemrën këtu. Po, në mesin e shteteve ku ka me përformuar në kuadër të turneut që ashtu e promovua albumin e fundit Radical Optimism, aty ke, si me thon, Dublini, Londra, Milano, Prishtina, mandej prej Prishtinës kish me vazhduar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpër Chicago e nëpër disa qytete tjera. Çfarë në Brazil, në 10 orë, veç në Brazil po rreke. Po tash nëpër vendet mëdha ku ka audiencë të madhe, këta e kanë synimin më të madh me shku atje, sidomos në Madonna 2 milion, ma shumë se 2 milion njerëz i kam mbledh, para mendo tash. Madonna edhe kush ke tash rekordi që u thy, cili artist ke? So kam interesën ata veç çka kishin qit ekrana, zërim atje kishin jek lemo, po lemo, mos. Kështu që mezi po vresim Dua Lipën, domethënë nuk ka me qenë vetëm si organizatore apo një person që i sjell këtë artist, po ka me qenë edhe vetë performuese. Që që kitë ato shfaqjet, atë skenografin që po e shohim që po e bënë për koncerte, ka me bo edhe në Sunny Hill. Kështu që a din cilën natë semat ka kallzu? Jo, me nishin dyshin treshin. Domethënë kryesisht nota po është nota e parë, nota po është nota e parë, me shumë xhoz do të jetë nota e dytë, se di pse e kam çfarë ndjenje. Se nota e parë do të jetë tjetër kush, kështu që se di, kur do të dosh domethënë super ylli tjetër, a? 1, 2, 3 aty na keni. Jo, kur durshet ne. Qysh dush vendos. Por emision tani këshyri, ma mojna varet. Qysh, me kanë një telefon e mojna pi atje. Ma 10 vjet ja bëj shumë shtëpi emisioni drejtën e shëm atje. Në emision atje. Deri në emision apo. Alo, përshëndetje. Tepër. Tepër. Përshëndetje. Kush na përshëndet? S'di çu rrek e shpirt. Ju përshëndet mentori këto. O mentor, prej nga po na telefonon? Lady Gaga ku ka kon, Madonna vitin e kaluar. Po ju thras nga Kanadaja. Si e mentor? Si po kalon? Mirëmëngjesi për ty atje. Shumë faleminderit, përshëndetje për juve. Faleminderit shumë, se besoj që Vicaja zgjuaj tash dhe pas ke pi kafen ka dal. A mos ja dalën punë më herët? Valla po jo sa tonë dhe jebi pushim si gjithë e marrë pushim tonë. Do më thonë ti tonën pushon, tonën edhe dilën a qysh? No, tonën edhe të martën. Tonën edhe të martën, yes. Martën punojmë prapë, martën e kam gjys ditën, tonën të martën, nuk punojt për gjysën e disë po, prapë, të banë logaritë vetëm në hanja. Për çka të merë malli ty, mentor? Po, sa i përket mallit për neve gurbeqar që jemi jashtë Kosovës, na merr mallit gjithmonë për Kosovë, për vendin aty ku kemi lind. Mirë, po shoqëria është numër 1. Normal. Ti merr malli për shoqëni. A ki far shoqe të ngushtë në Kosovë që shumë shpesh domethënë e ki mallin e asaj kafës muhabetit me ta? Po normal se kam përfunduar shkollën e mesme atje dhe kam shoqëri shumë të mirë, kam shoqe normal. Edhe është problem mi pa edhe mu çmall me ta për çdo pushim që vjen, është një muaj, zakonisht një muaj bëj pushime. Sa vet vjen se domethënë ju të Amerikës u mdoket e keni pak më rrodh.
Valla, unë kam qenë para 2 viteve, mirë po zakonisht çdo 2-3 vjet në varë se si bën gjëra, se nuk mundesh shumë lehtë. Po e di. Me marrë ata se biletat janë shumë shtrejtë, janë shumë gjëra që normal në Kosovë po vini, apo kujton ti me ardh me bilet lira, mos baj gara. Me ironi po them. Faleminderit shumë mentor që na ke telefonu. Përshëndetje për keq shqiptarët atje në Kanada, se e di që kem shumë prej shikuesve, ndëgjuesve tan, edhe faleminderit që jeni pjesa jonë. Shumë faleminderit nga ju. E pas një pasdite të mrekullueshme. Faleminderit mentor, përshëndesim. Por ndryshe se di edhe atje më duket po është Go Plusi. Go Plusi është kudo për juve. A pe kallzon fion ça po dorëm Go Plusi? Po e kemi përmendur ata që na ndjekin rregullisht e dinë tash që Go Plusi ka nis kampanjën më të re ku po dhuron 16 vetura avatar të modelit 12. 8 kanë më dhuru në Shqipëri, 8 në Kosovë, kemi përmendur se shumë shpejt kanë më u bë edhe 2 dhuratat e para, një në Kosovë dhe një në Shqipëri. Kështu që krejt ju që keni marrë pjesë është mirë me qëndru aktiv, me qenë të vëmendshëm edhe me shiku se mos po jeni dikush prej fituesve fatlum. E ju tjerë të vazhdoni luni se edhe për shumë muaj tjerë kanë më dhuru këto vetura. Go Plus përfundi ka pakut aty e ka një kod. Edhe sa ta çolloni kodin, e shkoni në webfaqen lojagoplus.com e shkruani kodin bashkë me dhënat e tjera personale, edhe sa më shumë kode, aq më shumë mundësi për me fituesim këtë super veturë. Që po msillet në përlagje, po e shoh çdo ditë është fantastike. Po, për ata që e kanë pa pedim për çka, për ju se keni pa shkruar diku në YouTube aty avatar 12. Vetur elektrike. Çka më fol? Alo, përshëndetje. Ajo telefonata. U krys, nuk po vazhdoj hiç. Përshëndetje, Joski çka? Përshëndetje edhe juve në studio. Faleminderit, kush na përshëndet? Fatmiri i Kashtanivës. Hajde Fatmir, si je? Mirë, faleminderit. Më vjen mirë. Tregon Fatmir, çka të merr malli ty? Për çka të merr malli zakonisht? Veç mos na dëgjon cimi se mashtrohet. S'është këto për momentin. Qa po thotë se nuk niva. Ka mërë për bukë ministri që kom në granë para 30 vite. Bukë ministrit shpis. Me qumë val. Edhe për sheshin ma ndej. Se buka e ftop e ministrit po im tot shumë let. E për ma frik, për ma frik. Po tani për shesh se thojmë na. A e bën përsheshin jashtë, a e bën përsheshin mrena? Që e bjen kjo jashtë mrena? Po mundesh me hongër bukën edhe qumshtin domas, bëhet përshesht në bark, ose mundesh me bën pjatë përsheshin edhe vish me gjuh, po. Varet qysh dan. Unë bëjshen pjatë. Në pjatë, okej, ma kujtove se dhone një kod gjatë në shpe kemi përdor bukën e ministrit, edhe është me të vërtet ajo që pëthuti me qumsht ma ndej shumë e shishme. Shumë. E ku jeton Fatmir? Ku jeton edhe njëherë? Në Kashtaniv. Kashtaniv kom jetu djere vitin e kalum, tash jam në Rakaj, po ma shumë po rrinë nalë të apet në malë. Okej. Shkuje së të në Google kështë. E pse, nuk po e përgadit një, qka është problemi? Po si kena mu ato kafë që kena pas në atë. Okej. Po. Nuk janë bio të shpis që shpo menon ti, okej. Faleminderit, përshëndesim shumë. Edhe ma frikë du me shku në agjenalt në Lëbeten me bo një gjumë shekullor. Përshëndesim, bon me na thirë në ere kur shkon që atje në Lëbeten, se e di, po na i dërgon shpesh do foto është një vend një mrekullueshëm. Faleminderit. Faleminderit Fatmir. Gjithat mire. Mos haro me marë pakot e IPKO-s, këtë pakot e re që ka bo me minuta, me internet, me mesazhe, krejt pa kufi du me thonë, edhe atje ta kap internetin, kështu që vizitoni IPKO në dyqanin më të afër që e keni për me përfitu nga pako mujore infinit. Ka internet, SMS, minuta, e thash në çdo operator, kështu që shkoni edhe interesoni edhe merreni pakon edhe internetin, dhe më thonë kudo që shkoni e keni me vete. Alo, përshëndetje. Përshëndetje si. Si jeni dhe si kalonin asar? Mje faleminderit jo. Qyshe ke pas ditën? Pa vëllohë, isha më tonë tim, ka herë dhjilë, ka herë vërën, dhe shpak si fëtën të këndena i lopi. Për çka të merë malli? Vëllohë, ti mu merë malli për të dhej, gjithere, asytë më këshin e shqyë që merë malli, me pa rrugë natyrën e pastër, asë gjuhë, bëllës, kesë, gjithë qka, merë mollë, që për me hongën me pi mollë smerë, se shkër e bjenë e hanë. Ka dikush që ka dhe malë tilë, mos harroj se ka dhe dikush që ka malë tilë. Merë mollë tim që më videsu në si shqiptare me mojtë i gena.
Kjo dëshirë, po ty për çka të merr malli, tregon ti një mall. Po, higjienën e pastër është. Kështu po, konkret. Mua me malli më kon higienë e pastër, ti ma. Pa kena pas në herë që më na marr malli ja. Çata të asilla dhe njerë. Mos me ndyt, mos me se po krelona e përshesha, e pasula, e çaj, ti të merr malli për çdo ditë nuk me qitë me hungër. Okej. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të rregullueshme. Ju përshëndet dhe shëndet. Hajde me të mira. PrishtinAticket.net e ka nis linjen për në Paris direkt nga Prishtina, po përveç kësaj linje e keni edhe Gjermaninë, Zvicrën, Sloveninë, Suedin, Luksemburgun dhe Anasjeltas. Për juve që doni me rezervu biletat me çmimet më ekonomike, atëherë futuni tek PrishtinAticket.net dhe ishini dje kesh në aeroportin e Prishtinës, domethënë edhe shishat ekranin kështu me udhëtimet e PrishtinAticketit. Tani keni aeroplan. Dyn kështu ke linja shumë e gjatë, po se shumë destinacione i ka PrishtinAticket.net, mundri me i pa dhe ju vet. Edhe shumë fluturime brenda javës në për destinacionin caktuar. Çdo ditë ka 2-3 herë nditje në Zvicër si me shkute dojt. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Përshëndetje, Shajp Maquni Prishtinë, tani në Gjermani jetoj. Si e Shajp? Mirë, ju ajni dhe pe Gjermanisë më Shëngëllatbaz, po ju Po të shoh që po dëgjosh më ndryshe tash, pak më adopt po dëgjojna. Sa e kon këtu? Teksin e Gjermanisë, ka. Jo, e kam fjalën telefonata. Tash më nuk i del stres, tot stres, po. Shajp, çu shpo kalon atje? A ke shku për vizitë, a je për ngul krejt? Jo, kam familje, atje jam shku që edhe një javë të kthena prap. Okej, vetëm vizitë domethën. Po te familja jemi kom atje. Po mirë, Kështu që ju respektoj shumë dhe ju shikoj. Faleminderit Shajp. Për çka të merr malli ty? Tregona. Ju tregon për vitet 1975 për shok që dil shumë në Korçë, prej Hotel Grandet deri te busi i Skënderbeut, nonën e djathtë na shqiptar dil shumë në Korçë, në anën e mbajt kanë qenë serb. Kështu që shkojshim dy nga dy, ka qenë secili, ka qenë një atmosferë e mrekullueshme. Po çfarë mrekullueshme ai në atë kohë, po çfarë mrekullueshme o Shajp? Po këta të paktën e kanë shiju. Për natë kohë, u shkojshim ka. Me çfarë mrekullueshme? Qetësi, tek shumë shëtishëm. Na kryesore na shqiptar kena qenë shumë serb kanë qenë një numër i vogël pakistan. Ata rrishin sikur i riçi. Se në ato rrethana që keni qenë të paktën keni mujt me shiju një shëtitje në qytet. Po çka keni bë, çka keni pas mundësi me bë aktivitete? E di që keni marrë keni pas. Ai kur jam në këshyr. Aktivitet. Na i kafe tek tok. Edhe po ka pas omeltore, ka pas sotore, ka pas ice kafe. Kështu që edhe faktikisht pallati i rinis, aty bari shkojshëm nalt edhe poshtë, ka pas edhe sporte çushim me ato. Ka pas aktivitete kush ka dash me gjet, ka pas mirë shumë. Atëherë edhe është frekuentu kohë shumë edhe teatri. Ai ke vesh ata pantollat e Gjon? Ai keni vesh ata pantollat e Gjon? Shizi kanë thonë. Shizi. Shizi me shpici. Te gujti ku pas 22 atje poshtë 40 ku pas Gjon. Po 22 me 40. Ja metrina. Bravo Shajp, faleminderit shumë. Na kujtove një fastili, po dash prap. Po në çasti pivesh tash. Prap u kthin mod. Fotografi time janë tipi Centravoltës. Çka arsimin, çka ka më? Ai ke pas, ja, smoj se po më e modhe komo as në kamera. Ai ke pas zylëv kështu? Ai ke pas po? Flok pak gjata. Ta njerëz sa të mirën çfarë? Këmisha me jaka gjata, po? Po. Çështu se janë rrypat e mëdha. Ta njerëz. Çushi e kuros, çushigini e kuros. Këtë djaktin konë që këni në përfaqe. Tu je ku të mënu me e kuros zilef, në mëra poshtë. Shajp, përshëndesim, faleminderit. Kalofshmira atje, mirë se vjen në Kosovë, tung. Ju respektoj, faleminderit. Gjithashtu, faleminderit shumë, faleminderit. Te falenderojmë shumë edhe Venturo Motors që na kanë bërë një zgjidhje ideale për kolonat e mëdha në qytet. Venturo Motors nga Automita në fakt na ka sjell disa prej modeleve më të mira të Vespos, por jo vetëm Vespa, keni edhe modele tjera për ju që doni pak edhe adrenalinën apo motorët më të shpejt, keni zgjidhje edhe të tjera, keni GTS Super Sportin, Sprintin, Beverlin, domethënë plot modele ka, edhe me 1,70 € në ditë mundesh me u bë me një Vesp.
Unë e preferoj të kuqen, po 1.70. Unë të zezën. 20 cent më shumë se një kafe. Kem diçka kuqe zele tjetër aty në cilët. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Si edhe si kalon Batir? Mirë me gjithu gjithmonë. Qysh e ke pas ditën sot? Shumë bukur. Po më vjen mirë. Batir. Apo më tregon diçka drejt? Po. Për çka të ka marrë malli? Veç drejt tregom. Mërin duhet ndëruar e arsim e profesor. Që ka marrë malli për atë kohën kër jem shkua që a banë me dhenë. Qysh jeni dalë? Hajtë tregona pak për shkruna. Me veti, e milë shumë vetë, e mu shumë tazin tamel, e bukën e ka dhamojt, e shtishëm shka e kroni muftoh tamli. E me vizituar të vene ka jëm konë që a banë me dhenë kër jëm konë e ri. Por shumë sa në shonës, po i e ka familje mos e kështu, po do me thonë ty të ka morë malli për atë kohën kur ke dalë me bakti. Me për ato kodra, me për ato male. Në për ato fusha, tani që ata e ndalë që të kongë, në për ato kodra, në për ato male, për që ata e ndalë që të kongë, bu ndrotë, u shvillu të ashtia në ato vene. A ke ditë mira o fyllit mirë? Po, valla. Për një me, a kina e fyll nga që aty? Jo, bërë pash parë. Pash më se ke rujt në një me nga bo pak muzikë. Me të morë festival. Ma më në këm pas një kaval të hekrit gatë. Edhe i rashak. E kure heke? Kure heke? Ma ke këm hek. Se bre Batir, pse se rujshe? Pas edhe me knu edhe me rot. Me ta gjithë që ta është një fyll. A i këshero apet? Kam tash edhe ashtë fuqi zoni. Po që s'ki ti po na kënën që të live s'po ki fuqi për miro fyllit. Mësë po e gare, djali ri. Batir, po të përshëndesim, po të falenderojna shumë për telefonatën e pas një pasditet mrekullueshme, Batir. Po, me gjithë juve bashkë, gjithë dëmëtëri. Edhe gëm të edhe krejt shokët e tu, se Toyota është ajo vetura ma e mira, sepse i ka 10 vite garancion, e gjeni tek Autotrade në Çaklavic, veturën Toyota Yaris Cross versioni Luna vjen nga 28.824 e 900. Pra për juve që po mendoni për një veturë tre, mos harroni paraprakisht me shku me vizitu Toyotën, e tani me vendos me ble çfarë ju dëni, po unë ju sugjeroj me shku deri tek Toyota fillimisht. Unë edhe Fiona bashkë me Toyota po shkojnë aty në Albi Mall. Jeto pa limite, kalo rrugën te, përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tab Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Tab. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimet që na ka ofru shumë. Na ka mësu qysh mu vesh bukur, qysh mu doktri kur i bojmë dë. Çka jetu param pojmë. Këmë thonë që në predrambrës mësë me ishtë të paran. Po men, të më thonë me saga. Petrol Company ka do shmimet mrekullueshme. Për juve që nuk na keni një pak ma herës që kena tregu, edhe njerë pjuri kujtojna që në Çaklavic në të dy anë të rrugës benzinën dhe euro dizelën e keni 1.13 për litër. Kështu që shkoni atje, përfitoni nga këto super çmime për derivatet më të mira. E në njëjtën kohë mos harroni mu bollë pjesë e lojës shpërblyese në Facebook, i keni informatat. Fion. Porno. A për mërë sa të shisha apo ta afrojene? Që po e marrë vish, me largu pak mikrofon. Po largoj mikrofonin, shumë a di që ka bosët me që mikrofon prek nej. Nese, a di që ku marru. Më shkrujten qëtu mirë bre, po komunikacioni që është, vi që shtu ma kanë shkru. Ka kolon që asja për të krethi i Çaklavicës, me pas shumë kolon, po ju kësha tregu. Ka kolon pjesa rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës Bëdhana, Sjeltas, rruga Agim Ramadani me kolon nga udhkryqi Menzës për te komuna, si dhe rruga Tirana për te krethi prapa stadiumit Fadil Vokri.
që për ty dhe për të gjithë ju që jeni vetura në këto momente, këtu janë informatat e komunikacionit, për ndryshe presim na tregu nëse ka pjesë të tjera të ngarkuara. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Po e presim tjetrën telefonat, i njëjti numër ku po presim fotot të komunikacionit, po pret edhe telefonata, por përveç Viber na telefononi edhe në numër të telefonit, sidomos ju që jeni në Kosovë. Ale, përshëndetje. Përshëndetje Fion. Përshëndetje edhe për ty, kush telefonat? Kush e ka hongër një moll? Me jetë jo vetë. Ahmet. Po si je? Mirë shumë, rahat, gjallë, ali kur t'ja shasimit musteqet, mos vetë edhe mami. Jumron musteqet, shtasht. Musteqet s'po binë në cimin se. Po këto si janë të nejte une. Ahmet, cili është miri bukur sot, sidomos do me thonë styling-ore po në nivel? Nuk mëj mi mojt, s'moj Ahmet, vish njani që aty me zërë, po më shtinë edhe që kjo Fiona dhe me thonë, po më bërtet se përdyshe më të i kësha he. Që ka thonë moj se mi. Po dhe po, mash me kërë më doket. Po ma rafsh. Po ma mirë të trinë? Po. Ahmet, për çka të merë malli ty, për vetësimit? Allah merë malli shumë sene. Po një pejtënve, kur jem konë që banë edhe ku më rujtë bollicat, e pishmi qaj gjithë ditën, e mledhë shmi drejza. Do me thonë konë kur keni qenë të lirë, pa gajle, pa brenga, pa halle, pa teze. Edhe maraj shmi qaj arsim, e fjonë pishmi gjithë kur i na u shëndetshëm, do me thonë, kur kena jetu në vendet të shëndetshme. Moj fjonë mledhë shumë drejza para dite, edhe e marsh me një kondo, ju thashmi si putarina, si s'potish me thonë si toza, edhe i shtëpsh me drezat, edhe i qësh me shiqer, e hangsh me pok me dreza, me djarë. Reqele aty për aty kam bo. Shtrëv drezat që shiqer. Në gjyë bukën. Si sa do më përkojtohet që kur se harrej të i des. Ani mirë është me pas kujtimet tila, Ahmet. Uroj që se cili vërstone ka një kujtim të mirë. Po dhe po. Në kona si asi drejza këtë molit, tam la shiqerjen ka. Sot plastikës i gjenë. Po ja sot plastikës. Hajde të përshëndesim Ahmet, falimderit. Edhe një përshëndes e urime musteqet asim. Falimderit o Ahmet Jali. Falimderit Ahmet. Vesh nuk vjetë në përhajrë me dur thot. Qysh po menon ti? Nuk të shene kështë. Po dhe, kur thot përhajrë, do me thonë do të më shtrengu pak. Kur gjoni me shavisht. Për ndryshe sot është dita e infermierëve dhe infermierëve të sem. Respekte, përshëndetje. E këshin shkrujt një postim kështu një dedikim, nuk e dia kam bo diçka tjetër formalisht apo thjesht një status, si do që tjetë ishtë dasht me bo, sepse pa punën e tyre është sistemi shëndetësor, dhe me thonë s'kish me pas kuftim, as nuk ish mujt me funksionu, të mirë të këqi, na boj nervos ka njëherë, ma të mirë të bot janë. Na acarojnë, na irritojnë nga njerë, po të e marë parasysh me qka përballën ata çdo ditë dhe me intensitetin e punës që ata e kanë çdo ditë, do me thonë shumë e kuptueshme që ata kanë njerë me qenë jo bashkë në disponimin më të mirë, edhe pse jenë zdotu në shtap për diçka tillë, po jenë njerëz të ke fundit. Kështu që për ditën e infermierisë, një falënderim shumë special për krejt infermierët, infermieret, edhe ata që aspirojnë ndrojnë me qenë. Urime dhe faleminderit shumë që ekzistoni. Respekte. Kur mos ju rash andor. U takofshë veç për kafe, për shëndetje dër. Alo, përshëndetje. Po s'kiqare o cim. S'kiqare te? Po, përshëndetje juve. A thash mirë jashtë toksor. Ti the, po s'është ashtu. Po, mirë, super ke thonë. Po, përshëndetje juve. Po nëse ju pin dorë, ju lutem, keni kujdes për këtë tropa, den. Si kalon? Mirë faleminderit, jam lodh vëllai fut për këtë drejt. Sa fletë shumë? Te ka nis punës njëri, javës kalume. Është fala fresh. Çka je bre të thon, ja nisë punës më në fund a? Ja kam nis katastrofë. Çka të kofti. Energjinë e pas gaz zero do të thon. Doktori i ofisë ta energjia. Ka pushuar se thotë. Ai e than vetë thap se do të nisa po çe. Po rre. E merr vetën. Unë e di që e djalë punëtor, po përndryshe e di që ndëgjuesve vet kam mungu se as toksori ka qenë aktiv kanë edhe ditën edhe sa në me emision. Po çka komis me bokong tim. Çka ju të thon bokona? Jo mëra të bokong me inteligencë artificiale më bë ekspert i tyre. Çka? A bën me ma bodhë unikong me Fionën pe bojna bash. Po i do të me ma qune tekst që sonë tekst aty. Jo na tekstin ta qona se me bo tekst të dua Katile dali probleme po të shumë në spajgore. Katile e të jetë. Habibi më doket Habibi është. Malli e të jetë jo. 20 vite kom bo besoni.
Në gëm. Po. Që një kongë e mirë. Spotat e rujta që të jashtë toksor, për çka ke moll? Për kur gjë. Ti kam, për çka më pos moll, absolutisht. Qëra ata të meta që për molle, për kur gjos të molle, apo? Po që ju se kur përshkoj ata, s'jon mota që në përpara, i dolën për planetet e tjera, e kanë besa në rrugë gjenerotat për planet temin atje. Më shkurt edhe dyqysh as më komuniku, dyqysh komunikoshmëria ka fillu nuk ka moll. Atë kisha thonë po, më ka merë molli nga njerë për shkesha ati planet tem kërë më konë një farkohë, shkesha me do pesha, vete me do shok, edhe nuk shkesha mas me shtoga, s'kena posa shtoga. Ej, kum pos do shok me të ndonë pershi se s'kom qore pa i përmen. Së më kishin thirë, mëre, jashtë të kësor. Vallaj, keq. Kori kum potu më shu, foto, bol keq më mërë. E shkojshëm, adish, na që s'kena po shtoga. Na sila që dhe në ati perne që nëzë peshkit peshkimit. Se di se s'u ka morë, se tu më kishin morë, kisha kalësu. E kish mësu në shta me një. Ani me thirë dhe fjonë. E lidhëshëm me gjithë grep, dhe më rrëth një drunit, copët vukër shto drunit, edhe të ishku rrugës si prej të ne shtogën. A vëdhen, që shtu shkeshëm e zo peshkit. A ditë që është ajo rjeta që i mon peshkit, që i len nuj, jashtë toksor, e thire dikosh jashtë toksor. Ndërprejti. Se vërë na ndërprejti. Jashtë toksor, se thirë dikosh. Po, ngam. A doni, digoja i thatë ati partierit për fyllë se për marku shumë, po më vjen shumë keq. Po vjen. Ajde, gone pak shkenzi jashtë toksorit e rofyllit. A doni më ngu pak? Ja, veç mosh me na shumë vajba. Me AI e ke bo, të besojna. Besojna vajba. Pasha, jo më live, pasha zote live jam. Hajt, me fyll. Live. Veç kësi fyllit Gjerman në kom. Në kërë si, ngone pak. Po Gjermanisht, aj. Jam një Gjermanisht ashtë. Hajde. Që, të ndrejsh guen është. Të e bo guen kështë. Flaut mora është kjo, po esh më farë fylle. Fylle jo tjetër shka, oja është toksor. Ja ka marrë fëmijëve në shkollë që kam për orën muzikore. Po, ne i bi fyllet edhe ka vollet i bi mira, vëtë me kalëzu që atë. Okej. Të përshëndesim. Tung falenderit edhe urej fillim jo në borë. Falenderit gjithashtu. Se kështë të e kalëzu një me punën e peshve që ishin dola ta. Ngoj, se më rëndësi, se harroj tani. Po, harroj njeri. Tha, edhe nështë një farjetë mi mojt peshqit kishe sonë zana, të nuj, adin. Kur e kanë hjek ma shumë kishin hi peshqit vetë, aty se që kishin zonë. Me i mirë gjithë të kam kopë që kejti kalëzu më kalëzën, e zë smëj pa i kalëzu. I kalëzën publikesh por ju bënë, visa dini. Po juve që ju ka marë malli për naj terapi, për naj tretman, për spa, për saun, për pishin brendshme, për çka do shkoni në Swiss Diamond Hotel Prishtina, 038-220-000 është numri i telefonit, e keni në qendër qytetit, për ju që doni me kono afër qytetit Prishtinës me pas mundësi me lëviz, e keni në qendër të qytetit. Alo, përshëndetje, telefonatër tjetër. Alo, përshëndetje, Nisa. Hajde, Nis, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju, bajnë mirë. Mirë, falemderit, mirë që cimi pa në kotë që s'ka shku në peshkem, po nështë ta javën tjetër. O të sem hajtë që të modë njërë tjetër. Për ditët në vim, shkisha rekomandu se në përzonat malore, po pritet ka me ra borë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipni, edhe në rajon. Qanëzinët peshku mirë në borë. Okej, e dhe aty për veti e kim. Për çka të ka marrë malli e Nis? Për Kosovë. Tjetër? Dhe e di që për Kosovë të ka marrë malli? Ja, veç për Kosovë ka marrë malli. Ja, do të me pasë edhe diçka ma specifike. Dhe për Kosovë edhe na që jena këtu ka njëra merë malli, po... Për shpi, bre, për shpi, s'ki tjetër sen, post. Mu për kur gjë tjetër së marrë malli. Veç për shpi. O, me shku e thëmë, ani mos sa, di shku një djali më të rëste me quva diçka në banis, edhe ma që e kamerën, o, thash ma kolla e trunin. Hajtë se që erdhë vera dhe pak edhe mandi vjen edhe shion. Faleminderit shumë edhe të uroj një super javë. Unë e ju përshëndes dhe unë ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Dhe gjohemi nesër kësme. Auf Wiedersehen. E mos harroni pjesë dytë, përveç që kena me pas një intervistë të shkurtë të lidhur me një festival, jo për Sunny Hill, se kemi pas Albanin para disa ditëve, po për një festival tjetër, do të thirr prapë për zhvillimet e reja, po për një festival tjetër, kështu që në pjesën e dytë, plus kena me dhënë edhe 2 bileta për një koncert. Apet me muzikë, shpirt e shumë. Sot është veç për dhurata dita. Do me thënë Gypsy Kings, për ju që e dini që kanë me ardhë me 14 maj. E shumë dhurata dorën. Ka dhurata, po me muzikë, krejtë që shto e ka lidhë.
Mire lidhe te që tash, se s'ka ashtu heq. Gypsy Kingsat me 14 maj kanë me qenë AMC Hall, kështu që sot kena me ndoa 2 bileta për një person. Edhe nesër 2 bileta tjera për një person tjetër, kështu që një person veti i dyti mundet me shku me pa koncertin. Se më dolem përpara. Kantare. Ofert pranverore keni tek Enza Home, dhom gjume, tavolin ngrënie zgjeruese me 4 karrika, komoda, pasqyre kësi Dorian, i keni me zbritje. Për me i pa këto, duheni me shku tek Enza Home Çaklavic, ose duheni me u fut në Instagram. Po unë ma mirë për ju thë me shku deri në dyqan atje, se keni edhe shumë aksesor të tjerë. Mull pak. Po lip, Gjuan, ullën për gjuan, për plasën. Këshin apo shpak apo bëmsht. Mirë ko ka me bo me sharru. Jas po bëjka. Edhe këshina mujnë mu shuhe shpet. Nesë barët edhe për shka i kanë, për ku i kanë. Qështë thashu ne, mos merë në kësi fotele në salon, se s'po kanë ku me flejt bijat. Po ne e gare. Po jeni të i menu bijat. Në diçka që i ngrejet, që s'gjenot, ma mos u bëni kështu. Diçka që shtrijet, a? Alo, përshëndetje, hitë su merë mirë. Alo, përshëndetje, Kush na përshëndet? Ramisi këtu. Po je Ramiz? Që ju? A je mira e lodh? Po, ka pak. Ju që e keni punë. Kur gjo vëllaj që eshtu të e këshu një nos mirë me gush muar diamantit, hajtë po ma bo dhëras, ju nas po ma bon, hajtë pja bëjë nësja ku mbo alo, se di ku shkojna veç shumë shpejt njën i tjetërit, kina mja bo ka një dhurat për Rubinit. Ngëm Ramiz? Mirë fort. Për çka të ka morë malli? Malli ka morë për mi kaliru kuan. Pse s'po kaliron ende? Sa po do ka me mosha? A i leje s'lypaj? Edhe nuk jam kontakt me ta se jam diaspor. Ku jeton? Ku jam koni i ri në Gjermani, ku jam koni në Kosovë, punojsha me ta, i kalirojsha, i qojsha më kullot. A ta dho një lajmë interesant? Hate. Se është shumë interesant për një biznes tri që po hapët edhe që duhet me përmen. Ngëm, me vëmendje ngëm. është u hap një vend, thirret kasollet e zonave. Shumë shpejt ka me u hap ky vend, edhe ka shumë kuaj. Përndryshe edhe për juve që se keni pa, mundeni më fut tash në rrjetet sociale për me pa. Unë e kum pa, do të thonë është një diçka që i ka mungu vendit ton, sidomos rrethinës Prishtinës, edhe kështu që kur të vjen këtu, ta mën hapët, edhe mund është me shku me bo një kalerim mrekullueshëm me kuajt, mrekullueshëm me instruktor të mrekullueshëm. E gjevena. Krejt informatat mund është mi marrë nëse viç e shkruan tash kasollet e zonave në Facebook. Shatin pravashtisë për ndryshe kështu. Tash mos ja kallzoj krejt e lao pak me shkretu. Por çka të ka marrë malli, do të thonë veç për kalerim ty. Çto ta hjeka shit mall. Hajde tjetra. Mos po hjeku mall. Edhe Ishmi mall. Edhe për çka? Bjesht me vizitua. Të Kosovës e ki fjallën a? Po dhe. Qka po të nalë o djallë? E merë kalin edhe me kalit e nalë. Palit e. Që e 2 në 1. Ola po je ku malë? Me kaliru kalin është bjerë edhe për unaza. E vërtet edhe për zamër. Qështu. Falim dere që na ke thirë po të përshëndesim. Edhe ty ashtu, kalofshi. Se i para fundit je, beson që i para fundit je, që kjo mundet me ka një s'ko ka i fundit. Nese pe presim fundit, a mu kur shkoni me kaliru, më sarani me marrë si pijet zotit me protein. Proteina, më duket kogja, nuk e këm provu kalerimin, po më mërmenja që li kogja fuqi fizike kështu. Nuk është bashkë e letë. Nuk është e letë. Duket e letë, po nuk besoj që është. Mo është shumë atraktive. 2 i kena nëse mujna mi marrë shpejt. Hajde po provojmë. Alo, përshëndetje. Telefonata. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Telefonon i banore nga Kosova. Hajde, banore nga Kosova, për çka të ka marrë malli ty? O mallin ka marrë për ato ditë kur u shëteshëm Merkurez, Kasanteja. Ata një shatë mirën. Që ato jenë konë? Për mi Pallatrinis, jenë konë delegacione kështu. Kurriz, nuk kotash. A e mon me na i lokal në Kurriz? Na i lokalin zhurkat kur i majqëm. Po neja të thujna Shqip. Ka qenë do më thonë shpela një pi lokaleve më të mira në herët që u konë ashta në Prishtinë. O konë edhe një lokacion bashkë nën tunele aty kur jenë majtë neja shumë me fëmijë. Shpela. A dhe 2 oja ma vonë, po. Emrat e lokale, po ka një herë ju. Mos shumë jena me fjollë. Ta kujtohen për momentin, po o koni knasijeve qap. Ajo atmosfera e ki fjallën. Ajo atmosfera kur i mbledh shenjorët
gjithë javën për më shku tash s'po do me i bo reklam, po me shku në Bosnë për shembull me hongër buk me pomfrita e mojnë mendsi. Buk me pomfrita, ato pitolka. Po, ajo. Faleminderit. S'po të nevoj me nashtin. Se më shkraj kun tjetër me hongër tamam hamburgera, kësi që pasën ajo kon tjetër nivel. Hajde e mallëngjyrja e radhës, po alo, përshëndetje. Alo. Viber. Po. Kush është këtu mja e pas ka marrë malli mos më na fol hiç. Faleminderit se cilit prej juve për këtë ditë mrekullueshme. Faleminderit që na e keni nda se për çka keni mall. Na vazhdojna me mall, më ju dashur, më ju prit edhe nesër të njëjtën kohë prej orës 16. Ju vazhdoni me Koavizionin me 60 minuta, ndërsa në Glam Radio na vazhdojna pjesën e dytë. Po kena na 60 minutë tonë. Deri nesër, pashit përshëndet, mos harroni me shumë dashni. Faleminderit, nëse ju merr malli për shopping, Albin e keni destinacionin kryesor edhe më afër qytetit. E për 60 minutë tonë ju tregova që kemi dhuru 2 bileta për Gypsy Kings dhe kemi edhe një intervistë, kështu që mundohuni me na dëgju përmes frekuencave tona ose edhe përmes aplikacionit ose glamradio.fm. Deri nesër përndryshe ju që s'keni mundësi me na dëgju, ju përqafaj shumë. Tung. Check.